Një delegacion ukrainas i udhëhequr nga sekretari i Këshillit të Sigurisë, Rustem Umerov, është nisur drejt Shteteve të Bashkuara për të vijuar bisedimet për arritjen e një marrëveshjeje për të dhënë fund luftës me Rusinë, ka njoftuar presidenti Volodymyr Zelensky. Ai tha se pret që rezultatet e takimit të zhvilluar javën e kaluar në Gjenevë tani të konkretizohen në bisedimet e së dielës. Ky takim i mundsoi Ukrainës që të paraqiste propozimet e saj, pasi sekretari amerikan i ushtrisë Dan Driscoll paraqiti propozimet amerikane tek udhëheqësit në Kiev pothuajse 2 javë më parë. Rustem Umerov dorëzoi një raport dhe detyra është e qartë: të punojmë shpejt për hapat e nevojshëm për të përfunduar luftën, shkroi Zelensky në X. Rustem Umerov u vendos në krye të delegacionit Ukrainës pasi krye negociatori paraprak, shefi i stafit të Zelenskit, Andriy Yermak, dha dorëheqje një ditë më parë pasi hetuesit kundër korrupsionit bastisën zyrën dhe shtëpinë e tij. Kievi ndodhet nën presionin e Washingtonit për të pranuar kushtet e një marrëveshjeje paqeje, ndërsa Zelensky gjendet në situatën më të vështirë politike dhe ushtarake që nga ditët e para të pushtimit rus në 2022.